Begjet Pacolli, Atifete Jatjaga, mos gaboj, që ka patur përmendje në të, megjithse ende asgjë konkrete pra për të faktuar, por pyetja ime është nëse do ketë figura që lidhen ndoshta me Shqipërinë, apo këtë s'mund ta themi. Kjo ngelet për të parë, nuk mund të parashikojmë ende, edhe ish presidenti i Kosovës Atifete Jatjaga dhe ish presidenti Begjet Pacolli dalin të përmendur nga, po themi, nga si persona të tretë. Jo në mënyrë drejt për drejt, i vetmi rast që megjithmonë është i rëndë sa i takon Shqipërisë, bëhet fjalë për atë vajzën, e cila kërkonte ose ishte referuar për punë si asistente e Epsteinit në vitin 2017, por ne nuk e dim se kush është kjo vajzë dhe çfarë ndodhi, a u punësua, a nuk u punësua. Përmes një personi, po themi të ndihmës të Epsteinit që rekrutonte sekretare apo asistente të Epsteinit, po nuk kemi më shumë informacion. Ky është një rast shumë i rëndë. Pra, Shqipëria në këtë rast, në rastin e kësaj vajzës, lidhet drejt për drejt me thelbin e atyre skandaleve seksuale që bënte Epsteini në ishullin e vet ose në rezidencat e tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, na lidh drejt për drejt me atë skandal, por më shumë informacion se kaq nuk është deklasifikuar për këtë vajzë, kush është dhe si shkoi puna më tej. Kanë qenë në kuadër të argëtimit, çastet e filmimit, ne po të vëmë re kemi foto, pamje, gjëra të ndryshme që lidhen pikërisht me këto veprime. Janë të pamenduara mirë në atë kohë, apo ndoshta këtu pastaj lidhemi prapë te teoria e parë që mund të ketë qenë edhe agjent për të patur ndonjë vërtetësi apo prove, se të mendosh edhe figura të njohura që janë pjesë e mbledhjeve, po themi kështu, dhe arrin që të dokumentojë me pamje, nuk besoj se është një gabim momenti. As unë nuk besoj që është një gabim momenti, po më lejo të them diçka që sapo më kujtua dhe është qendrore për çështjen Epstein në raport me politikanët që janë përfshirë në komunikimet të Kur ti më pyete në fillim të kësaj bisede se çfarë është dosja Epstein, unë harrova të thoja një element shumë të rëndësishëm. Të gjithë këta personazhe me pushtet dhe para, anë mban botës, në këto dosje dalin që kanë komunikuar me Epsteinin dhe pastaj janë përfshirë në festat e ishullit të tij apo në takime të ndryshme pas vitit 2008. Pra pasi Epsteini ishte i dënuar, pavarësisht se me një plea deal edhe me një dënim qesharak, por ishte i dënuar, pra ishte sex offender. Ai u dënua në vitin 2008 për prostitucion. Pra bëri një plea deal me atë prokurorin Alexander Acosta të Floridas, i cili, ky personazh Alexander Acosta, më pas u bë edhe sekretar, pra një ministër në administratën Trump 1, për çudi, pra shive se si lidhen situatat, bëri një plea deal për e para njëherë që çështja të mos gjykohej nga organet federale, po të gjykohej nga organet e shtetit Floridas. Gjë që pastaj u ndryshua në vitin 2019 kur e morën në dorë organet federale. Dhe e dyta për uljen e dënimit, nga 18 muaj në 13 muaj, të cilat më shumë i bëri as mund të quhet burg, por pra ishte një dënim kështu, një dënim në shtëpi, një burg shtëpiak, po ku e shkelte sa herë të donte ai dhe dilte jashtë. Dhe për të ulur në fakt, po themi, cilësimin e akuzës, po themi nga trafik që u akuzua më pas, kur e morën në dorë çështjen autoritetet federale, në prostitucion të thjeshtë. Pra, ai u akuzua dhe u dënua për konsum të prostitucionit, pra po themi që ta kuptojnë ata që na shohin, sikur ishte një klient i zakonshëm që kishte paguar për të marrë një shërbim. Pra fare qartë e kuptueshme që ka patur ndërhyrje dakordësi. Gjithsesi ishte një sex offender, pavarësisht masës së dënimit dhe cilësimit të akuzës. Dhe të gjithë këta persona, me Bill Clinton edhe me Steve Bannon, e me Miroslav Lajčak, e me Thorn Jagland, ajde ti përmendim të gjithë se janë pafund në 3 milion faqe, kanë komunikuar duke e ditur që ai ishte një sex offender. Dhe kanë hyrë në transaksione, në marrëveshje, në